Shikues të nderuar, përshëndetje. Ja ku po takohemi edhe në këtë fillim jave dhe në këtë pasdite për të mbajtur kështu të përditësuar, të informuar dhe të relaksuar her pas here. Në fokus gjithmonë them që kënaqem kur kam gra, të cilët janë shembull për vajzat e reja, dhe sot kemi zgjedhur një profil që kam dashur shumë kohë më parë për ta pasur prezente në program. E kam fjalën për deputeten e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim, zonjën Arbana Pasholli, e cila me profesion është psikologe, por mbi gjitha është një zonjë e cila reflekton shumë pozitivitet dhe është një zonjë e cila është shembull i asaj se si një grua duhet të respektojë veten dhe punën, sidomos kur bëhet fjalë për politikën. Të gjithë jemi vigjilent që politika, sidomos kur bëhet fjalë për gratë, gjithmonë e kemi atë maksin që nuk e kanë vendin e duhur sa i përket pozitave vendimmarrëse. Sot të diskutojmë jo vetëm për profilin e saj profesional, siç është politika, por do të flasim edhe për psikologjinë, për rrugtimin e saj dhe mbi gjitha për frymëzimin që gjitha vajzat e reja të cilat po na ndjekin tani, t'i bashkangjiten sa më shumë politikës, duke besuar në vete që ata munden dhe mundet vetë të shkojnë atje, jo duke përkrahur të tjerët apo përzgjedhur rrugë të tjera. Kam nderin dhe kënaqësinë që ajo sot ka pranuar të jetë me ne në këtë minutash. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje Sara, kënaqësi të jem këtu. Faleminderit për ftesën. Kënaqësia është e imja në fakt. Të falenderoj sepse e di që agjenda juaj gjatë gjithë kohës është e ngarkuar. Mbi gjitha që ju udhtoni çdo ditë, dhe kjo më bëri shumë përshtypje, prandaj jam shumë kurioze të di si fillon një ditë e juaja, duke udhëtuar nga Dibra dhe në Shkup çdo ditë. Po dita ime një gjë është e sigurt, fillon shumë herët, sepse normal që nuk mund të lëm anash as obligimet familjare edhe familjen, kështu që mundohem të menaxhoj më së miri dhe të vendos një balans në mes asaj çfarë më pret dhe takon në shtëpi, por edhe rolit që kam si deputete në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Për mua është viti i 6, kështu që mund të them se ja kam marrë dorën mirë. Mundohem që të jem korrekte, e përpikt dhe të mos mungoj atëherë kur kam obligim të jem në shërbim normal të qytetarëve dhe në vendin tim të punës. Besoj që këtë rrugën që bën çdo ditë nga Dibra në Shkup e bën me shumë qejf, ndryshe nuk do ta bëja, apo jo? Për të qenë sinqert, me shumë qejf, ndoshta 6 vite nuk është edhe aq kënaqësi e madhe të kalosh 5 orë në vetur, për vetë faktin që për mua ndonjëherë më bren ndërgjegja, sepse 5 orë nuk jam as në shtëpi, as në vendin e punës, por i kaloj në rrugë. Megjithatë jam munduar që këtë 5 orësh që kaloj në vetur ta shfrytëzoj për reflektim. Dhe ndoshta aty i gjej idet më të mira se si duhet të veproj, ose si duhet të zhvillohet një bashkëpunim, ose si ti menaxhoj angazhimet e tjera të cilat i kam në jetën e përditshme. Kështu që mundohem as një minutë dhe orë të mos më shkone pa shfrytëzuar. Gjithsesi nuk është e lehtë, është e lodhshme, por mendoj që rrugën më të bukur që e kaloj është nga Dibra deri në Mavrov, sepse është një pejsazh shumë i bukur dhe është rruga më me ngjyra dhe që në fakt më jep edhe energjinë e ditës dhe që më freskon për dallim nga pjesa tjetër e rrugës. Me që i ke qëndruar besnike e qytetit tënd, do të ktheheshim në retrospektivën e fëmijërisë dhe cilët kujtime më të bukura kur kujton fëmijërinë të kthehen nga qyteti që po i qëndron besnike dhe sot? Po, Sara, unë kam lind në Dibër, jam rritur në Dibër, vazhdoj të jetoj në Dibër, edhe për fatin tim të mirë i takoj një familje shumë të madhe, ku më shfal shumë dashuri. Vazhdojmë të kemi po të njëjtat raporte me rrethin si rrethin e ngushtë, ashtu edhe me rrethin e gjerë, dhe mendoj që është fati çdo fëmije në rast se rritet me dashuri nga familjarët, aq më tepër që unë jam rritur me gjyshe, me halla, me xhajat, me dajat, me tezë, kështu që për mua ka qenë gjithmonë dhe mbeten kujtimet më të bukura ato të fëmijërisë.
Tani, ne gjithë themi që formësohemi gjatë periudhës së fëmijërisë dhe aty vëm themelet e formësimit tonë për rrugtimin më tej. Përmende shumë nga familjarët me cilët i rrethuar dhe i rritur, por gjithmonë kemi disa nga familjarët që kemi më të afërt dhe sikur na shënjojnë këtë periudhë. Me kë ke qenë lidhur më shumë? Unë them të drejtën, jam quajtur vajza e hallës time, cila ka jetuar bashkë me ne në familje, sepse ajo ka vuajtur nga një sëmundje që e ka bërë të palëvizshme dhe unë jam rritur, e kam pasur model edhe më ka inspiruar gjatë gjithë jetës për në radhë të parë për zyrtarësinë e saj, për durimin e saj dhe për faktin që ajo asnjëherë sëmundjen nuk e përdori për të viktimizuar. Dhe mendoj që më ka dhënë shembullin më të mirë në jetë dhe edhe në momentet kur ndoshta mendoj se duhet të dorëzohem, është ajo që më motivon akoma edhe pse ka ndryruar jetë, po për mua mbetet akoma një person shumë i shtrenjtë në zemrën time. Sa bukur, një shembull shumë i një gruaje të fortë dhe quaja. Cilet korektesën e ke një ndër pikat kryesore, e kam vërejt këtë edhe gjatë komunikimit që kemi pasur për këtë intervistë, cilet kanë qenë vlerat dhe parimet që ti kanë mësuar familja? Tu drejtova me ti nëse më lejohet? Po, patjetër. Korektesën mund ta them me gojën plotë e kam nga babai. Ai është personi në familjen tonë që, domethënë, nuk ka shans të vonohet nëse të jep fjalën ose nuk do të jetë i pranishëm po të dha fjalën. Dhe mendoj që familja ime e ka vazhduar këtë model të sjelljes, por në anën tjetër mendoj që një vlerë shumë të rëndësishme kam mësuar edhe nga nëna ime dhe ajo është empatia. Është një njerëz shumë empatik. Ajo gjithmonë vendos të tjerët para saj, në kuptimin e fjalës që mundohet që asnjëherë mos ndihen keq. Dhe mendoj që pavarësisht se edhe në psikologji dhe në profesionin që unë jam përkushtuar, empatia luan një rol shumë të rëndësishëm, kam patur fatin që këtë ta mësoj në vetë të parë pikërisht nga nëna ime. Kështu që mendoj jam rritur në një mënyrë me shumë dashuri dhe me vlerat cilat jam munduar pasi kam arritur në një moshë madhore, ti përforcoj dhe ti kem pjesë të karakterit tim edhe më vonë. Një gërshetim shumë i rëndësishëm në fakt që çdo individ që i ka janë një vlerë e shtuar. Do t'i kalojmë të gjitha etapat, sepse kështu preferoj për të zbërthyer ndoshta pak më shumë dhe për të kuptuar për gjithë ata të cilët e admirojnë, qoftë si profesioniste psikologe, por edhe si deputete. Si kanë qenë rrugtimi më pas i shkollimit fillor dhe të mesëm? Mban mend kujtime të bukura? Po patjetër, shkollimin fillor e kam kryer në Dibër, gjithashtu edhe shkollimin e mesëm e kam filluar në Dibër deri në vitin e 3. Vitin e 4, fatmirësisht, familja ime më ka mbështetur që të jem studente shkëmbimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe shkollën e mesme e kam mbaruar atje. Ka qenë një ëndër për mua, edhe fatmirësisht edhe me mbështetjen e tyre, sepse ka qenë normal një finansim privat, arrita që të qëndroj për një vit shkollor në Amerikë dhe ky përjetim, kjo përvojë të më shërbej gjatë gjithë rrugtimit tim jetësor më vonë. Është një moshë delikate në fakt kur ka ndodhur shkëmbimi dhe kam përshtypjen që atje përpos një urive profesionale dhe arsimore që ke marrë, ka qenë edhe ajo pavarësia e të jetuarit larg familjes, e kujdesjes për vetveten apo? Është shumë e vërtet, Sara. Unë në Amerikë kam qenë në mes viteve 1998-99. Duhet të kesh parasysh se në atë kohë nuk kishim rrjete sociale për komunikim. Komunikimi vetëm ishte një 10 minutë njerë në javë ditën e diel me familjen, edhe letrat që i merja nga normal nga shoqëria, por edhe nga familja, dhe ato duhet të arrinin brenda 3 javëve. Ndoshta për të rritë sotëm kjo është një befasi e çuditshme, por është një përjetim që nuk rikthehet.
Ka qenë e vështirë, ka qenë një shok kulturor nga ajo çfarë isha mësuar unë në Dibër dhe nga ajo çfarë më priti në Amerikë gjatë qëndrimit tim. Kam patur fatin e mirë që të jetoj me një familje amerikane, të cilët unë me plot gojën i quaj prindërit e mi të dy. Janë kujdesur shumë për mua, vazhdoj të kem komunikim me ta. Sa mirë. Në kohën kur unë do me thënë, u martova, ato ishin mysafir në Maqedoni, në dasën tonë, dhe qëndruan këtu për 2 javë dhe me sa kemi kuptuar dhe me sa ato na kanë shprehur, ka qenë qëndrimi tyre më i bukur ndonjëherë. Kështu që për mua është kënaqësi e veçantë që akoma ruajmë si kujtimet ashtu edhe komunikimin. Sa e bukur, më vjen shumë mirë. Më pas, studimet e larta i keni kryer në Shkup në degën e psikologjisë. Po, pas që u ktheva nga Amerika, unë, dhe me thënë, kam pasur një farë dileme në mes psikologjisë dhe farmacisë, sepse normal që në atë kohë tregu i punës nuk është se psikologjin e njihte ndër profesionet që mund të gjindesh e lehtë më vonë, po në bazë të afinitetit dhe karakterit tim, në fund u vendosa për psikologjinë. Nuk ka qenë e lehtë, sepse kam pasur vështirësi si me gjuhën dhe me adaptimin pasi u ktheva nga Amerika. U ktheva sërish në atë botë kuptimin e vjetër, nga një sistem arsimor shumë i avancuar dhe shumë i përqendruar në individin, në studentin. Këtu sërish u ktheva në atë metodën klasike të mësuarit, por mendoj që ja dola pavarësisht vështirësive, arrita të diplomoj në vitin 2005 për psikologji. Edhe mandej u ktheva sërish në Dibër, pasi përfundova studimet, dhe arrita të punësohem jo në profesionin tim, sepse nuk kishte mundësi, nuk kishte vende të hapura pune për psikologe, por u punësova si referente për shitje në T-Mobile. Kështu që rrugtimi im është interesant, ka shumë përvoja brenda, po besoj se çdo përvojë më ka shërbyer shumë, sepse kam qenë gjithë kohës në komunikim me njerëzit dhe kam punuar për njerëzit, kështu që s'kam qenë shumë larg profesionit tim. Po mendoja tani që po më sqaroje gjitha etapat, përse u ktheve nga Amerika dhe mendoje ndonjëherë që do të vazhdoje dhe studimet dhe jetesën atje? Po në atë kohë normal ishte lufta në Kosovë dhe mundësitë për të qëndruar në Amerikë ishin shumë të mëdha, më tepër që familja me cilën jetoja ishin shumë këmbgulës që unë të qëndroja dhe të vazhdoja studimet atje. Arsyeja pse jam kthyer ka qenë nëna ime. Ajo ka insistuar me çdo kusht që unë të kthehem dhe ashtu ndodhi, siç deshja ajo dhe u ktheva. Po nuk është që nuk e kam pasur dëshirë që të vazhdoja studimet atje, apo po ndoshta të kishte ndodhur ashtu do ishte tërësisht një drejtim tjetër i jetës time. Absolutisht. Psikologjia si profesion, përpos që t'jep atë paqen e brendshme, këtë përshtypje kam unë mbase, jep dhe është gjithmonë në ndihmë edhe për paqen e të tjerëve. Çfarë jep njeriu ky profesion derisa e studion pa e prekur në praktikë? Po, Sara, mendoj që është i vetmi profesion që të ndihmon ta njohësh veten më mirë dhe ne pavarësisht që mund të kemi patur fatin të jetojmë në familje të mira dhe me dashuri, unë besoj se nuk ka njëri që në një moment caktuar të jetës nuk ka përjetuar një traumë apo një situatë e cila ka kaluar pa u trajtuar dhe në një moment të dytë normal që mund të shfaqet me disa simptomat cilat ndoshta mund të ketë momente që nuk jemi në gjendje t'i menaxhojmë. Dhe unë për këtë e vlerësoj më së shumti profesionin që kam zgjedhur, sepse në radhë të parë më ka ndihmuar të kuptoj veten, sepse ka një rregull në psikologji që po nuk arriti të kuptosh veten, nuk mund t'i kuptosh të tjerët. Dhe normal, pasi të kesh studiuar dhe pasi të kesh kryer edhe pjesën edukative dhe praktike,
Sërish është një profesion që kërkon të jesh i angazhuar gjatë gjithë kohës, edhe me qëllim që më së miri të mund t'i ndihmosh të tjerët. Tani ka disa drejtime të psikologjisë, nuk përfshihet gjithçka vetëm në një fushë. Gjithë se cili zgjedh atë fushë të psikologjisë që i përshtatet më tepër, ose që për momentin është në tregun e punës, por ajo që vlerësoj më shumë është fakti i psikologëve, sidomos në përshkolla, dhe unë jam punësuar si psikologe shkolle në vitin 2014, ka qenë punësimi im i parë në profesion, është puna më e dashur që kam bërë, edhe që vazhdoj ta dua akoma, dhe mendoj se veçanërisht pas pandemisë, psikologët në përshkolla janë shumë të nevojshëm. Por jo vetëm, edhe në për të gjitha institucionet e tjera. Në këtë kohë që po jetojmë sot, ku teknologjia është ku e fjala e çdo gjëje dhe të gjithë e dim dhe jemi vigjilentë që shumicën e kohëve e kalojmë nëpër telefona celular, sa është e nevojshme që të rinjt, por edhe në përgjithësi të vizitojmë psikologun, dhe sa ne si shoqëri e kemi thyer këtë tabun që të shkojmë dhe të bëjmë një seancë ose një bashkëbisedë me një psikolog? Nga përvoja ime personale, Sara, më janë dashur rreth 2 vite për të krijuar një mentalitet në shkollën ku kam punuar se psikologu është i nevojshëm. Sepse nuk duhet paragjikuar njerëzit të cilët profesionin e psikologut mund ta shohin me një farë skepticizmi. Por ditën që vetë nxënësit kanë trokitur në derën time për të kërkuar që unë t'i dëgjoj, ka qenë suksesi im më i madh në profesion, sepse aty kuptova që unë kam arritur të imponoj një mëngjesi ku të shkuarit e psikologu nuk është tabu, por përkundrazi shihet si një ndihmë e nevojshme. Dhe mendoj se në rast nëse ne arrim që ta normalizojmë punën dhe rolin e psikologëve në përshkolla, kemi arritur ta bëjmë të edhe në shoqëri, sepse për sa kohë rrisim fëmijë që psikologun e shohin si një normalitet, atëherë kemi rritur edhe të rritur të cilët të nesërmen do të dinë ku të trokasin dhe ku të kërkojnë ndihmë. Pikërisht. Ndihmon psikologjia që të lexosh më lehtësisht njerëzit, sidomos në këtë punë si deputete që po bën tani? Kam përshtypjen se frika më e madhe e njerëzve që takoj për herë të parë dhe kur kuptojnë që jam psikologe është kjo, se a din psikologët, a i lexojnë njerëzit me njerë. Unë mendoj se me kalimin e kohës, me profesionin që kemi, ne mund të arrim të kuptojmë nga gjuha e trupit, nga mënyra e të folurit, mund të përcaktojmë disa cilësi të karakterit, po nuk mund të njohësh njeriun pa i dhënë kohën e dur që të shprehet edhe për ta kuptuar se pse është ai version i cili të paraqitet. Kështu që nuk duhet të kenë njerëzit frikën se psikologët arrin t'i lexojnë mendimet apo njerëzit duke i parë, por momentin që kanë nevojë për ndihmë profesionale, mendoj që duhet ta kërkojnë atë dhe të kenë besim te psikologët si profesionistë. Besoj që një lexim sipërfaqësor ja u bën për te shakas. Po tani ai është deformitet profesional, po e mbajmë për vete, nuk është se ndaj me tjerët. Mirë. Psikologjia është një mision, si lloj profesioni, por edhe politika po ashtu. Kështu që mendoj që në këtë pikë ju jeni mes 2 misioneve. Si lindi dëshira për të futur në politikë, sepse rrallë dëgjojmë që psikologët i drejtohen edhe një misioni tjetër, sidomos politikës. Nuk jemi mësuar të dëgjojmë një psikolog të vazhdoj politikën. Zakonisht mjekët më shumë e bëjnë këtë. Unë kam qenë antare e Bashkimit Demokratik për Integrim që në vitin 2014, dhe nuk është se kam shprehur ndonjë dëshirë për të pasur ndonjë rol udhëheqës, qoftë në nivel lokal apo nivel qendror. Në atë periudhë kam menduar dhe mendoj se kam bërë mirë që misioni im më i mirë do ishte në profesionin tim, pikërisht aty ku
rritet brezi i ri dhe ku unë mund të kontribuoja përmes profesionit tim për të rritur të rinj që mendojnë në mënyrë kritike, që njohin veten dhe në rast se ka ndonjë dilem apo shqetësim të mësojnë se si ta zgjidhin atë. Dhe për këtë jam shumë e qetë me veten dhe mendoj se kam bërë zgjedhje më të mirë. Në vitin 2020 ka qenë kryetari i degës së Bashkimit Demokratik në Dibër, i cili për herë të parë më ka ofruar që unë të kandidoj për deputete. Nuk është se e kam pranuar, domethënë menjëherë, sepse kam qenë në një periudhë kur kisha regjistruar studimet master për arsim dhe mësim të avancuar në një universitet online amerikan. Kisha sistemuar jetën, fëmijët ishin rritur paksa, kisha lirin e duhur që më nevojite dhe në atë kohë nuk është se ndoshta isha e gatshme për një angazhim aq të madh. Aq më tepër që kur jeton në Dibër dhe mendon, nuk e di atëherë se duhet të vij çdo ditë, po pak a shumë e ke një perceptim që jemi shumë larg dhe nuk e dija nëse do kisha mundësinë që unë ta arrij edhe fizikisht këtë. Por mendoj që besimi që mora nga njerëzit që duhet ta bëja, më vendosi përpara përgjegjësisë nëse duhet të kundërshtoja apo jo. Dhe kështu ndodhi. Unë kandidova dhe në atë kohë rezultatet, normal se deputete jam nga Dibra, po rezultatet janë të njësisë numër 5 dhe unë falenderoj të gjithë faktikisht votuesit të cilët votojnë Bashkimin Demokratik për integrim në zonën 5, unë arrita që të jem deputete mandatin e kaluar. Dhe kjo është historia ime sa i takon hyrjes në politikë. Jam një njeri që nuk mund t'i marrë angazhimet vetëm shkele shkollë, pasi erdha këtu, studiova pak hapësirën dhe çfarë më pret si përfaqësuese e qytetarëve. Normal që ju futa punës me gjithë përkushtimin, motivimin për të dalë normal faqebartë, për të arritur të përfaqësoj qytetarët të cilët na kanë mbështetur dhe na kanë votuar. Shpresoj që ja kem dalë, nuk asnjëherë nuk mund t'i kënaqim të gjithë pavarësisht angazhimit ose dëshirës së mirë, por mendoj se gjatë gjithë kësaj periudhe kam qenë e hapur për t'i dëgjuar kërkesat e qytetarëve dhe për t'i interpretuar ato përmes mundësive që jep dhe mekanizmave që jep Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut. Pa e prekur politikën, ishe skeptike në termin që ekziston politikë e ndershme, ose a ishe skeptike që nëse do futeshe në politikë do të mund të deformohej personaliteti dhe emri që kishe krijuar veçmë? Sara, ne nuk mund të ikim perceptimi të përgjithshëm për politikën. Unë përpara se ta filloj angazhimin tim, kam qenë pjesë e shumë këtyre MOOC, ju thonë, kurseve online për politikën, sepse kam dashur ta shoh si shkencë, jo si perceptim apo nga ajo çfarë të tjerë thonë për politikën, sepse për mua është shumë e rëndësishme botkuptimi im për punën që bëj. Edhe kam kuptuar se edhe në nivel global, edhe në përbot, perceptimi për politikën është po ai i njëjtë, pavarësisht sa të zhvilluara janë shtetet apo vendet apo të avancuara parlamentet. Kështu që pavarësisht atij perceptimi se politika ka edhe atë pjesën negative që e shoqëron, unë hyra në politikë për të dhënë modelin tim, edhe ashtu siç jam munduar të jap modelin tim në çdo profesion që kam kryer dhe nuk është vetëm një profesion, kështu që për sa kohë ja kam dalë në profesionet e tjera, besoj se edhe këtu po ja dalë si Arbana, nuk mund të dalë nga vetja dhe nga lëkura, për sa kohë gjëra zhvillohen në bazë të parimeve të cilat unë kam përcaktuar vetes, jo sot, por gjatë gjithë ndërtimit tim si karakter, si personalitet, atëherë
në rregull. Cilat janë parimet që nuk i keni shkelur as pak që kur keni filluar mandatin si deputete dhe cilat kanë qenë ndoshta mund të them befasi që keni hasur në kuvent me cilat keni menduar se nuk do të haseshit ndonjëherë? Sara, nuk mund të të gënjej. Për mua, fillimi në politikë dhe puna në kuvent ka qenë një farë shoku kulturor ta quaj, sepse është një ambient krejt i ndryshëm nga ajo nga se kisha bërë më parë. Por edhe këtu unë kam shfrytzuar profesionin tim dhe aftësitë e mia si psikologe, në atë që kam kaluar shumë kohë duke analizuar njerëzit me cilët kam bashkëpunuar. Edhe të gjithën këto për të evituar konfliktet ose mos marrëveshjet ose keq kuptime, sepse politika normal ka produkt dhe subjekt është njeriu dhe gjithçka që lidhet me njeriu. Dhe për sa kohë ne nuk krijojmë një kulturë ku mund të mirëkuptohemi, edhe kur nuk bëjmë dakord, atëherë nuk mund të vazhdosh të arrish jo sukses, po të arrish deri te ai qëllim të cilin ja ke vendosur vetes edhe gjatë të kryerjes së angazhimeve dhe punëve. Them të drejtën, ajo çfarë më ka bezdisur më së tepërmi në politikë është fakti se në politikë dëgjohet për të kundërshtuar, nuk dëgjohet për të kuptuar. Unë isha mësuar të dëgjoj që t'i kuptoj njerëzit, akoma vazhdoj ta kem këtë ndoshta mangësi për në politikë, por politika ta imponon që të dëgjosh për të kundërshtuar dhe ndoshta ndonjëherë kjo është e arsyeshme, por ka raste që edhe mund të më pengojnë në rast se argumentet nuk janë të mjaftueshme. Gjithsesi, nuk mund të them që nuk ka tensione gjatë rrugtimit në politikë, edhe mund të vinë si rezultati mos pajtimit me qëndrimet caktuara, por një gjë duhet të kuptojmë që për sa kohë je pjesë e një grupi, loja është në grup, nuk është individuale. Dhe unë këtë jam munduar gjatë gjithë kohës t'ja them vetes, por paka shumë ta diskutoj edhe me njerëzit me cilët bashkëveprojmë bashkë, sepse në fund të ditës, për sa kohë është loj në grup dhe së bashku duhet të arrish një qëllim të caktuar, do duhet të përshtatesh me karaktere të ndryshme, me qëndrime të ndryshme dhe në demokraci fiton shumica, kështu që numrat e bëjnë diferencën. Dhe nuk mund të mohohet e drejta e shumicës për të marrë vendim. Por për sa kohë unë kam lirin të shpreh qëndrimet e mia, me thënë jam në rregull, edhe sikur të mos shkoj, do me thënë, ai bot kuptimi im ose mendjesia ime për një temë të caktuar. Tani, në aspektin psikologjik, si e lexoni ju kuventin dhe sa e shihni që ka një kulturë komunikimi aty, apo ndonjëherë kthehet edhe në çështje dramatike? Sara, unë kam qenë pjesë e përpilimit dhe harmonizimit të kodit etik të kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për 6 vite. Dhe me thënë ka qenë një punë sistematike e kolegëve nga të gjitha grupet parlamentare. Dhe para disa javësh kodi etik kaloi u votua nga të gjithë deputetët, edhe mendoj që në një pikë të caktuar në të gjithë bëjmë dakord që duhet të respektojmë rregullat të cilat i përcakton kodi etik. Por gjithashtu, në të njëjtën kohë, do të kesh edhe njerëz të cilët do zgjedhin që këto rregullat të mos i respektojnë dhe kjo bie në përgjegjësinë individuale. Unë personalisht kam zgjedhur që të mbaj komunikim me të gjithë kolegët nga të gjithë grupet parlamentare për të vetmen arsye se kuvendi për atë qëllim është krijuar, që edhe për sendet të cilat ne nuk bëjmë dakord duhet të ulesh, të diskutosh, të tregosh variantin tënd, edhe atëherë kur ndoshta nga pala tjetër që mund ta ketë shumicën e votave për të kaluar diçka, nuk do të hasish në vesh ose në mirëkuptim. Por ne duhet ta kuptojmë që kultura parlamentare vetëm në atë formë krijohet, pavarësisht se mund të ketë raste tensionesh, raste dramatike siç i quajte,
nëse jo të nesërmen, pas 5 ditësh, e ke pa tjetër të ulesh në tavolin, të diskutosh gjëra dhe aty të arrijet konkluzioni përfundimi se çfarë më tej. Sepse ne duhet ta dimë që kemi marrë përgjegjësinë të përfaqësojmë qytetarët tanë dhe nuk mund t'i përfaqësojmë partikuluar nevojat e tyre në formë normal me etikë dhe nëpërmes dialogut. Kështu që për mua është një ndër parimet kryesore të përdoret dialogu si mekanizmi kryesor për arritjen e qëllimeve të caktuara. Do i mbetem asaj që e thatë dhe ju që keni zgjedhur dialogun dhe respektin, pavarësisht nëse përshtatet ose jo për një situatë ose një tjetër, dhe respekti duhet jetë i ndërsjellë, jo vetëm për gjininë femërore, por për të dyja palët. E dim që së fundmi ka qenë temë diskutimi gjatë gjithë kohës për plasja ose mos komunikimi, nëse mund ta quaj kështu, mes jush dhe Ivan Stojkovicit, dhe dua të di si ndihet një grua në ato raste, një grua që përfaqëson qytetarët. Po, Sara... Dhe si e keni përjetuar ju këtë? Po, ka ndodhur një rast për cilin unë zgjodha që të mos e ndaj publikisht pasi ndodhi, sepse kam qenë e kontaktuar nga disa gazetar, por zgjodha ti fokusohem punës në kuvend, sepse mendova që momenti i duhur për ta bërë këtë ishte vetëm foltorja e kuvendit, për të mos lënë hapësirë për aludime të panevojshme, për të përballur sy më sy dhe për të qenë transparent me opinionin publik. Dhe unë nuk do t'i hyj rastit në fjalë, por do të përshkruaj se si ndjehet një përfaqësuese e qytetarëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut kur përballet me një sjellje të tillë. Do me thënë, nuk ndjehesh as pak mirë për vetë faktin se ti je aty për të motivuar vajzat e reja që t'i bashkangjiten një rrugtimi ku pjesë është edhe vendimarrja dhe nuk arrin që të mbrosh veten në institucionin më të lartë. Dhe për këtë arsye unë edhe kam vendosur që nga i moment për sa kohë ndaj tij nuk u morën masa dhe nuk u vu përpara përgjegjësisë dhe nuk kërkoi falje, nuk do të jem pjesë e aktiviteteve të organizuara të kuvendit sa i takon pjesëmarrjes së grave në politik, deri në një moment kur kjo do të zgjidhet. Kështu që mendoj se nuk mundet të vetëm të propagandojmë edhe në momentin që ndihemi ose jemi përballë situatave të tilla, të heshtim dhe të bëhemi sikur s'ka ndodhur. Për mua ishte një moment shumë delikat, i panevojshëm dhe nuk duhej të ndodhte, duhej të merreshin masat e nevojshme, të njëjtat nuk u morën, përsa kohë s'kam fuqi institucionale që të marr unë masa ndaj tij, atëherë unë vendos që të tërhiqem nga të gjitha aktivitetet që në të ardhmen do t'i dedikohen grave dhe pjesëmarrjes të grave dhe vajzave në politikë. Qartë. Situata si kjo dhe shumë tjera të ngjashme ndikojnë tek të rinj që ulin besimin në institucionet dhe dëshirën për të qenë pjesë të politikës? Normal që po, Sara, por rasti më parshëm është edhe më i rrezikshëm për shkak të përfshirjes edhe të përkatësisë etnike dhe gjinore, kështu që nuk mund të lihet i pa diskutuar, i pa trajtuar dhe nuk mund të mbyllet vetëm me një kërkim falje nga një palë tretë, që s'ka qenë as e përfshirë në rast. Unë mendoj se fakti që shumë herë dhe jo vetëm në këtë rast, ndonjëherë edhe në familjet tona, incidente, mundohemi ti vendosim nën tepih duke u munduar që të qetësojmë situatën, nuk është gjë e mirë dhe këtu do t'i rikthehem psikologjisë, sepse çdo, le të themi, frustrim i akumuluar do të shpërthejë në një moment të dytë që ndoshta nuk do të ketë lidhje me rastin e ndodhur, por reagimi do të jetë shumë më i madh se sa mund të kishte ndodhur nëse sqaroheshin gjërat edhe kërkoheshte falje dhe secili mbante pjesën e vet të përgjegjësisë. Ne si vend demokratik, sa arrim që gratë t'i vëmë në nivelin e duhur?
jo vetëm në politik, por në gjitha rrethanat dhe në gjitha pozitat vendimmarrëse. Si qëndrojmë ne në këtë pikë? Kemi arritur këtë barazinë gjinore? Sara, unë në këto 6 vite kam qenë pjesë e mos them çdo aktiviteti të organizuar sa i takon çështjes së barazisë gjinore, jo vetëm në kuvend, por edhe në bashkëpunim me organizata ndërkombëtare, me NDI, me ILI, me OSBE, që do thot shumë shpesh flasim, por në praktik jemi të vetëdijshëm se ndodh që vajzat apo gratë jo vetëm në politik, por edhe në profesionet e tjera, të mos marrin atë që ju takon. Shpesher ballafaqohemi me një situatë që për mua ka qenë diçka shumë e pakëndshme nëse ne si gra apo vajzat duhet të kërkojnë mundësit apo duhet të presin që mundësia t'ju ofrohet. Edhe unë shpesh e them nëse nuk lirohet një vend që një grua të jetë pjesë, do me thënë në pozita fituese, atëherë nuk mund ta kërkosh me ngull një vend që është i zënë, se nuk ka logjik lufta për ta arritur. Kështu që mendoj në sido që tjetë në çështjen për barazi gjinore, nuk është vetëm luftë e grave, është luftë bashkarisht e grave dhe burrave, sepse jetojmë në një shoqëri duke filluar që nga familja, unë vetë rris 2 djemë edhe ndjej për obligim kryesor në radhë të parë të edukoj fëmijët e mi sa i takon barazisë gjinore, që nesër të jenë të përgjegjshëm për rolin e vajzave të reja dhe grave, normal përmes shembullit që unë ju jap atyre, dhe këtë duhet të presim edhe nga gjinia mashkullore që është e përfshime në çdo fushë në çdo veprimtari, se ne dim shumë mirë që edhe gratë në shkencë përjetojnë të njëjtin fat, edhe gratë në kulturë, edhe gratë le themi në çdo profesion tjetër, nëse ulemi të gjitha bashkë në tavolinë do ndajmë përvojat e njëjta dhe dilemat e njëjta. Shpresoj që të kemi sa më shumë gra në gjitha dimensionet dhe në gjitha fushat. Arbando, doja pak të ndalishim edhe tek mëmësia, sepse e përmend edhe veç që je nënë e 2 djemve. Dua të di sa një grua i ndryshon jeta në momentin kur bëhet nën për herë të parë. Po, Sara, është momenti më i bukur i jetës, do me thënë pavarësisht sa fëmijë ke, çdo lindje të bën të rikujtosh të njëjtat emocione. Tani fëmijët nuk kanë karaktere të ndryshme, nuk janë të njëjtë, të japin përjetime të ndryshme, po dashuria është e njëjtë. Edhe është ndjesia më e bukur në botë. Normal që ka edhe angazhimin, edhe përgjegjësinë për t'i rritur siç duhet, që nga fëmijë në adoleshent edhe më pas të bëhen uroj, të bëhen qytetar të devotshëm të këtij vendi dhe të japin edhe ato kontributin e tyre. Po mendoj se nuk ka dashuri që krahasohet me dashurinë për fëmijët. A je e përmbushur në përgjithësi qoftë në aspektin profesional dhe ato personal? Sara, besoj se po, sepse në jetë, do me thënë, jam një gjë që e dua, mundohem të arrij. Kështu që përsa ato synime që ja kam vënë vetes i kam arritur, mendoj që po. Të gjitha zgjedhjet që i kam bërë në jetë, i kam bërë e pandikuar, i kam bërë vetë me vetë dëshirë, dhe mendoj kjo është diçka shumë e rëndësishme, të kesh mbështetjen e familjes, të kesh lirinë për të zgjedhur, më pas të kesh fatin që të kesh edhe një bashkëpunëtar që të mbështeten, e aq më tepër fëmijë që normal të falin dashuri dhe mundohen të ndihmojnë sidomos në këtë rrugtim qytetar, sepse të qenurit person publik nuk është e lehtë për individin e aq më pak për familje, se këtu ndonjëherë e ndjej dhe veten fajtore, dasht e pa dasht i vendos edhe ato në dritat e reflektorëve pa i pyetur nëse duan apo jo, po janë pjesë e imja dhe shkojmë bashkarisht, jemi bashkë në këtë rrugtim. Sido që tjetë, normal që nuk ka
jeta ka edhe vështirësitë e veta, edhe sfidat e veta. E rëndësishme është që të gjesh rrugën deri te zgjidhja optimale. Ndoshta nuk ka zgjidhje perfekte për gjithçka, po zgjidhja optimale për mua ka qenë e mjaftueshme. A jeni mirënjohëse? Thoni shpesh faleminderit? Po, Sara, jam shumë mirënjohëse për gjithçka që kam. Falë Zotit, kam 2 fëmijë si drita, shëndet të plot, familjarët e mi janë mirë, janë të angazhuar, janë afër, jemi pranë, kështu që më tepër se aq nuk besoj se njeri do më shumë. Jemi të angazhuar me punë, gjithë jetës kemi punuar, jemi munduar që të kemi një jetë, le të themi një mirëqenie që plotëson nevojat tona, kështu që nuk di çfarë mund të kisha kërkuar më tepër. Ke peng diçka? Diçka që doje ta bëje më ndryshe? I vetmi peng që kam, veçanërisht pasi jam kyçur në politikë, është koha që kam humbur me fëmijët e mi. Edhe ajo vazhdon të më shoqëron dhe vazhdon të mbetet pika kryesore që gjithmonë është dilema nëse duhet të vazhdoj ose jo. Ato kanë qenë në moshën 9 dhe 11 vjeçare kur unë kam filluar. Tani më kanë kaluar edhe me 7, janë rritur, por për mua është pengu më i madh. Edhe pse gjatë gjithë kohës jemi në komunikim, qoftë me rrjetet sociale, me telefonatat, ajo periudhë të cilën unë nuk e kaloj kohë cilësore me ta, normal që është peng për mua. Çfarë do doje të thoja atyre tani? Po ato e din që unë i dua shumë, që për ta do bëj gjithçka të jetë e nevojshme, do i mbështes gjithmonë. Edhe diçka që e din është se nëse gabojnë nuk është se do ju afal gabimet, për ato duhet të kujdesen vetë që të jenë njerëz të përgjegjshëm. Edhe këtë besoj e din shumë mirë dhe uroj shumë që plotësohen dëshirat dhe ëndrat e veta, kanë ëndërrojnë, kjo më bën të lumtur që kanë vizion se kush duan të jenë, çfarë duan të bëhen, por është me rëndësi që jo vetëm të jenë të mirë për familjen, por të jenë të mirë edhe për shoqërinë. Për sa kohë bëhen qytetar të devotshëm edhe për shoqërinë, e kam kryer misionin tim si nëmbës. Sa bukur e thatë. Arban, nëse pas shumë vitesh do të përmendet emri yt, çfarë do doje të mbetej pas teje? Çfarë do doje njerëzit të thonin për ty? Po, besoj në rrugtimin tim kam lënë shumë vende ku nuk jam më e pranishme, dhe ajo që më gëzon është fakti që kur ritakoj këta njerëz me cilët kam ndarë një kohë të jetës, akoma mbaj një raport shumë të ngrohtë, shumë miqësor, shumë të dashur, dhe besoj se kjo është ajo cilësi që do kisha dashur njerëzit ta vlerësojnë edhe në të ardhmen. Unë, Sara, mundohem dhe investoj shumë në raportet me njerëzit. Jam tolerante deri në momentin që nuk kalohen vijat e kuqe të cilat i përcaktojmë bashkë dhe mundohem që të jem aty për njerëzit që dua sa herë që kanë nevojë, pavarësisht nëse kjo do thotë sakrificë më tepër për mua. Sido që të jetë, kam qenë e rrethuar dhe jam e rrethuar me njerëz që më falin dashuri dhe ju fal dashuri, dhe për sa kohë ndodh kjo, jam e lumtur dhe besoj se nuk duhet diçka tjetër. Për sa kohë njerëzit arrin të më vlerësojnë për atë që unë jam dhe për atë çfarë ata kanë përjetuar gjatë kohës që kemi ndarë bashkë, me ta njëmin është kënaqësi. Arritëm në këtë minutash pak a shumë të zbërthejmë pak rrugtimin tënd. Do doja që për fund këtë intervistë ta mbyllnim duke u bërë thirrje të gjithë vajzave të reja që të bashkangjiten në politikë nga përvoja yte tashmë 6 vjeçare. Sara, ndoshta unë për momentin jam në një moment që paraprakisht e thash nga ajo çfarë kam përjetuar para ca kohësh, kam marrë një vendim që personalisht do të pezulloj aktivitetet e mia për pjesëmarrje në politikë,
përsa kohë nuk vihet përpara përgjegjësisë, një njeri I cili ka tejkaluar kufit dhe për këtë nuk ka kërkuar falje. Por ky është përjetimi im I momentit dhe për këtë rast dhe dua ta ndaj nga mesazhi që dua t'ju jap vajzave të reja dhe grave në politikë, sepse unë kam kontribuar një kohë të konsiderueshme për të motivuar vajzat dhe gratë që të jenë pjesë e politikës. Vlerësoj se gratë jenë ato që në tryezën e dialogut falin empatin. Empatia është virtyti që I frikson shumë burrat dhe në vlerësojnë. Mendojnë se empatia të bën të dobët, por unë vlerësoj se është e kundërta. Empatia të bën shumë të fortë sepse në momentin që ti ke aftësinë të kuptosh të tjerët dhe të vendosësh në pozitën e të tjerëve, atëherë të vendos ti mbi të tjerët edhe për të menaxhuar situatën, por edhe për të gjetur zgjidhjen më të mirë. Për sa kohë vajzat dhe gratë kanë dëshirën të jenë pjesë, të japin kontribut dhe të jenë pjesë e vendimarrjes, kanë gjithë të drejtën që ta bëjnë këtë. Politika nuk është një fush e lehtë veprimi, por nuk është as e pamundur. Dhe për sa kohë vajzat dhe gratë dinë të menaxhojnë dhe të balancojnë jetën mes profesionit, familjes, por edhe jetën sociale, besoj se shumë mirë mund t'ja dalin edhe në politikë. Politika në momente ka edhe shgënjime, por normal që nga shgënjimet në jetë më shumë mësojmë se sa pësojmë dhe është përsëri mbetet te ne se si do të arrijmë t'i menaxhojmë ato. Por, gjithsesi, edhe pasi të jesh zhgënjur, gratë dinë më së miri se si të ringrihen. Dhe këtë kemi parë edhe në familjet tona, nga gjyshet tona, nga nënat tona, nga gratë të cilat janë shembulli I parë I një vajze në jetë, dhe besoj se një vajzë e vogël, një vajzë e re, e fortë bëhet duke parë shembullin që në radhë të parë I japin gratë e forta në familjen e saj. Absolutisht, po, e thatë shumë bukur. Je optimiste që ky rast do të merr epilogun e duhur për të vërtetuar që vendi ynë është vërtet një vend demokratik? Unë besoj se u hum mundësia që ky rast të trajtohet ashtu siç duhet dhe siç meriton deputeti I përfaqësuesi I qytetarëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ajo që më vret më së tepërmi është mënyra se si u hesht gjithë rasti dhe se si u menaxhua, se domethënë nuk është diçka që duhet të marrë vëmendje. Si grup parlamentar ne kemi marrë masat e nevojshme për ta dërguar këtë rast më tej duke përdorur mekanizmat e kuvendit, por si rast individual dhe përballje individuale, zgjidhja ime e momentit ishte ajo që sapo thash. Kur flasim për deputetët, nuk ka të bëjë vetëm me individin më, sepse ju jeni përfaqësues të qytetarëve dhe ka të bëjë edhe me qytetarët. Pikërisht, për mua ishte kjo pjesë më e rëndësishme, sepse edhe pse nuk hyra në detaje dhe nuk dua të tani në fund të emisionit jap më shumë rreth temës, por për sa kohë ndodh në kuvend si institucioni më I lartë, ne nuk jemi emra të përveçëm. Në kuvend jemi përfaqësues të një njësie zgjedhore dhe nëse dikush vendos të përdor një fjalor denigrues apo edhe të cënoj dinjitetin tënd, atëherë ka cënuar dinjitetin, por edhe ka përdor të njëjtin fjalor ndaj qytetarëve të cilët ti përfaqëson dhe këtu kemi të bëjmë me cënimin e dinjitetit të institucionit të deputetit dhe në këtë rast I bie me të gjithë 120 përfaqësuesit në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Po dëshojmë. Armand, falenderoj shumë. Shumë faleminderit. Për te kësaj që këto situatat pakëndshme ndodhin, është e rëndësishme që se si sillemi ne në momentet kur thuhen ato gjëra, jo se si thuhen gjërat, kështu që besoj se edhe në këtë rast ti ke dhënë shembullin tënd edhe përtej asaj që mua më vjen keq që vajzat e reja ndoshta friksohen pastaj më pas për t'u ngjitur politikës nga situata të pakëndshme si kjo dhe shumë të tjera që ne I dimë që kanë ndodhur,
por e rëndësishme është që gratë sërish ja dalin dhe pa dyshim që e kanë forcën që e karakterizon dhe arrin deri tek qëllimet dhe ambicjet cilat i vën vetes. Unë të falenderoj për këtë bashkëbisedë që e shijova shumë, shpresoj që i kemi shërbyer edhe audiencës dhe uroj që do shihemi edhe në momente tjera të bukura. Sara, shumë faleminderit, edhe unë e shijova shumë, të uroj shumë suksese dhe të arrish të gjitha ëndrat që i ke vendosur vetes, edhe shpresoj që gjithashtu dikush të ketë gjetur veten në këtë bisedë. Shumë faleminderit e vlerësoj. Faleminderit shumë, kënaqësia është imja. Shikues të nderuar, kemi arritur vetëm në minutat e fundit të këtij programi. Uroj që keni marrë mesazhin që arritëm ta japim përgjatë gjithë kësaj bashkëbisede, që forca që ndon tek gratë dhe uroj që të ketë sa më shumë gra të fuqishme dhe këmbgulse të arrijnë të na përfaqësojnë denjësisht në pozitat vendimmarrëse. Ne do të rishihemi sërish në terminin ton të radhës e deri atëherë mirëmbëjtje.